Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, persona që pinë kafe në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Vjen një lajm i mirë për të gjithë adhuruesit e kafes, është e mirë për trurin, lëkurën dhe trupin. Këto janë arsyet më të mira dhe të shëndetshme për ta pirë kafen. Është e pasur me antioksidant, sipas një studimi të kryer në vitin 2005 nga Universiteti i Scranton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kafja lufton plakjen. Ndërkohë, aroma e kafes ka aftësinë për të bërë njerëzit të ndihen më pak të stresuar. Një kërkim i Universitetit Kombëtar në Suel ka shkuar edhe më tej, duke shqyrtuar trurin e mijëve nën stres për shkak të mungesës së gjumit dhe sipas tyre, aroma e kafes mundet që të shkaktojë ndryshime në proteinat që shkaktuan këtë stres. Kafja gjithashtu mundet që të zvogëlojë edhe simptomat e sëmundjes së Parkinsonit. Për të mbështetur këtë, ekziston një studim i Dr. Ronald, i cili në vitin 2012 tregoi se si pija ndihmoi për të kontrolluar gjithashtu lëvizjet e atyre të cilët të vuajnë nga kjo sëmundje. Kafeja është e mirë për mëlçin, veçanërisht në qoftë se pini alkool. Në këtë rast, provimi vjen nga një studim i cili ka ekzaminuar 125.000 njerëz, duke ardhur në përfundimin se ata të cilët pinë një filxhan kafe në ditë kanë 20% të mundësisë së prekjes nga ciroza e mëlçisë, e cila është një patologji tipike e atyre të cilët konsumojnë alkool të tepërt. Pirja e kafes zvogëlon prirjen për të patur probleme të shëndetit mendor. Këtë herë Shkolla e Shëndetit Publik në Harvard ka zbuluar se 2 deri në 4 filxhan kafe në ditë ulin me 50% rrezikun për probleme mendore. Është e vërtetë që pirja e kafes ka efektet dhe benefitet e saj në shëndet, me sa duket po. Një lajm i mirë vjen për të gjithë apasionuarit e kafes, të cilët mund të vazhdojnë të pinë qetësisht kafe, duke përfituar të gjitha të mirat e saj. Natyrisht, nuk duhet të egzagerohet me kafen. Gjithsesi, kur në mëngjes do të ndiheni të lodhur dhe të përgjumur, një filxhan kafe, përveç se do t'ju zgjojë, do t'ju dhurojë disa të mira për organizmin tuaj. Le të zbulojmë atëherë se cilat janë të mirat që mund të marrim duke pirë kafe. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar se të pish 1 deri në 3 kafe çdo ditë mundet që të ndihmojë në benefite për sëmundje të ndryshme. Kafeja redukton gjithashtu riskun e diabetit të tipit 2. I njëjti studim ka zbuluar se si risku për sëmundjen e Parkinsonit reduktohet deri në 80%, kështu si edhe risku ndaj sëmundjeve të këqija të kolonës, duke e ulur në 25%. Për femrat, probabiliteti për të vuajtur nga sëmundjet e gjirit deri në 40%. Të pish kafe të ndihmon gjithashtu të punosh edhe më mirë. Të pish kafe përpara se të shkosh në punë ose në çfarëdo aktiviteti në shtëpi apo palestër ndihmon për një performancë të shkëlqyer. Kjo ndodh sepse kafeja lëshon endorfinë në organizmin ton brenda pak minutave. Efektet e endorfinës lejojnë trupin tuaj që ai të jetë sa më aktiv dhe gjithashtu të stimulojnë një sens të mirë humori, të pëlqyer dhe për të optimizuar performancën tuaj fizike. Të pish kafe kontribon gjithashtu për një jetë më të gjatë. Sipas një studimi është zbuluar se personat të cilët pinë kafe kanë probabilitet më shumë për një jetë më të gjatë se sa ata të cilët nuk konsumojnë fare kafe. Dhe kjo fal antioksidantëve natyral të cilët
janë prezent tek kafeja. Të pish kafe ndihmon gjithashtu në aktivitetin e trurit. Të pish kafe ndihmon në aktivitetin e trurit dhe përveç se ju mban në zgjuar, mundet që t'ju bëjë ju edhe sa më vigjilent. Kafeina, përbërësi kryesor i kafes, është një stimulues në sistemin tuaj nervor qendror, një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pasi kafeina bllokon efektet e nervit transmetues duke përmirësuar kapacitetin e trurit dhe përmirësuar humorin. Të pish kafe ndihmon gjithashtu në shëndetin e organizmit. Sipas ekspertëve, a e dini ju që një filxhan kafe ka mbi 1 milion antioksidant? Antioksidantët të cilët ndodhen në kafein janë të rëndësishëm për shëndetin tonë dhe mund të ulin inflamacionet të cilat shkaktohen nga artriti dhe liron toksina të cilat shkaktojnë disa lloje të sëmundjeve të këqija. Antioksidantët gjithashtu ndihmojnë edhe në neutralizimin e radikaleve të lira, të cilat zakonisht çojnë në një rritje të peshës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, edhe kafja turke ka efekte pozitive për shëndetin tonë. Shpeshherë ne pyesim vetëm nëse konsumimi i kafes është i mirë apo i keq për shëndetin tonë. Kafja redukton rrezikun e sëmundjes së Alzheimer. Kafeja përmban sasi të mëdha të kafeinës e cila ndikon në funksionet e trurit. Njerëzit të cilët vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta të kafeinës në gjakun e tyre dhe përpasoj, ato mund të preken nga demenca gjatë kalimit të viteve. Zvogëlon rrezikun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni është një sëmundje kronike e sistemit tuaj nervor qendror, e cila karakterizohet nga dridhjet e trupit. Studimet gjithashtu kanë treguar se kafeja, përveç se ka efekte neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, gjithashtu mundet që të ndihmojë edhe me simptomat fizike të kësaj sëmundje. Parandalon gjithashtu dëmtimin e ADN-s. Pirja e kafes mundet që të parandalojë dëmtimin e ADN-s, si edhe të ulë rrezikun për të prekur nga sëmundje të ndryshme. Mbron në zemrën. Për më shumë kohë është rekomanduar se persona të cilët kanë ritme jo normale të zemrës duhet të shmangin kafen pasi rrit rrezikun e sulmeve në zemër dhe të goditjes në tru. Por në një ulumtim në vitin 2018 u tregua se pirja e kafes mundet që të zvogëlojë frekuencën e fibrilacionit atrial deri në 13%. Duket se personat të cilët pinë kafe kanë në 19% më pak shanse që të humbin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare dhe 30% më pak shanse që të humbasin jetën nga një goditje në tru. Sipas ekspertëve, kafja turke është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe ajo pëlqehet në shumë vende të botës. Ndërkohë, sipas ekspertëve, një filxhan kafe mund të sjellë dridhje duarsh dhe ankth tek ata të cilët nuk janë mësuar që ta pinë, por nga ana tjetër kjo kafe është tepër e shëndetshme në qoftë se ajo konsumohet me mas të paktën 2 filxhan në ditë. Disa përfitime shëndetësore të cilat do t'ju vinë ju nga pirja e kafes çdo ditë është se ajo rrit vigjilencën dhe përqendrimin, redukton rrezikun e sëmundjeve të gjirit dhe gjithashtu mbron nga diabeti dhe sëmundja e Parkinsonit. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.